Pas çdo suksesi qëndron një histori e veçantë, e ndërtuar mbi kujtime, sakrifica dhe vendime që fundson rrugtimin e jetës. Historia e Femije Gashi Bityqit, avokate e njohur dhe e respektuar, fillon në fshatin Glavic, ku morën jetë ëndrat dhe ambicet që do ta udhëheqnin drejt një karriere të suksesshme në fushën e drejtësisë. Ekspoze sjell rrëfimin e saj autentik nga vitet e hershme të familjesë, edukimi dhe formimi profesional, deri te sfidat dhe arritjet që kanë shndruar në një figurë të dalluar të profesionit të avokatisë. Avokatja Femije Gashi Bityqi ka kujtuar me nostalgji familjen e saj, duke cilësuar atë si periudhën më të bukur të jetës. Ajo ka treguar se ndonse nëna e saj kishte pasion për mjekësinë, dhe ajo për letërsinë, në fund zolli drejtësinë, duke ndërtuar më pas një karrierë të suksesshme profesionale që gjithçka nisi në mënyrën e magurës. Femëria konsiderohet që pjesa më e bukur të çdo njeri. Edhe është shumë interesant përkundër faktit që ecin vitet edhe ndodhin shumë gjëra në jetën. Vetëm kujtimet e femërisë janë kujtimet më të bukura, më të freskëta, më të këndshme, saqë po është e pamundur me u kthy ato. Unë jam e lindur dhe rritur me një fshat që përmend në çdo intervistë me dashuri të madhe. Fshati Glavic është afër fshatit Gadime, ku është Shpella e Mermerit, ku e kanë vizituar besoj të tjerët. Jam fëmiu i fundit, domethënë 2 motra, 3 vllazër, unë me vogla e shtëpisë. Nona më ka rit me vllazën, me motra, jem rrit me një dashuri shumë të madhe. Shkollën fillore kam kryer aty, domethënë në fshat, më pastaj një pjesë shkollë Gadimes, mandej shkollën e mesme në Lipjan, dhe prej aty dëshira në time ka qenë që të shkoj në mjekësi, po shumë e kam dashur gjithmonë drejtësinë. Edhe në fakt kam pas shumë prirje, kam lexuar shumë. Njëri sado që të lexon e shef sa pak ka lexuar, po letërsinë kam dashur shumë. E domethënë kam qenë dilema të shkoj në letërsi dhe gjuhë apo të shkoj në drejtësi. Madje këto që kam dashur letërsinë e kam manifestuar edhe në emrat fëmijëve të shkrimtarëve që kam Azdrenin, Migjenin dhe Angjellushën. Dhe kam shkuar në drejtësi, e kam përfunduar në afat në atë kohë ka qenë. Më pastaj jam punësuar në një minier të babush të menaxherëve, realisht ju kam rikthy prap vendlindjes. I kam ato kujtimet shumë të bukura kur kam shkuar në kom punë prej fshatit fshat, një 3 kilometra. I kam pas flokë të gjata edhe nana drisa jem shef, domethënë që s'm ka pa, më ka përcjellë dhe më ka njoft mos flokëve, qoftë i kam lidh. Edhe atje një kohë kam punu, mandej ndryshun rrethonat politike në Kosovë, domethënë shumë. Ajo për ekspoze ka kujtuar se familja e saj është përballur me kushte të vështira ekonomike, ndërsa sigurimi i jetesës vare kryesisht nga bujqësia dhe blegtoria, siç është e zakonshme për shumë familje të asaj kohe. Kemi pas vështirësi ekonomike, për shembull, familja jam ka qenë e bukur për shkak se na jena mësuar me çato kushte. Po fjala vjen, unë si fëmijë e vogël, nona nuk ka qenë punë, vllazët kanë qenë para meje studenta, motrat janë martu kogja herët edhe gjithë ekzistenta jonë është në varë prej bujqësisë, prej blegtorisë, që edhe ka qenë shumë normale në atë kohë. Femije Gashi Bityqi ka rrëfyer se dëshira e saj për të vazhduar studimet universitare ishte jashtëzakonisht e madhe. Ajo kujton se para provimit pranues kishte shprehur me emocion të fortë vendosmërinë për të pranuar në universitet, duke konsideruar arsimin si rrugën më të rëndësishme për realizimin e ëndrave të saj. Në atë kohë kur jemi regjistruar në fakultet, ka qenë me provim pranues. Saqë tash në këtë moshë të pjekun, thëm qysh e kom lëndu nonën ashtu. Edhe i thëm nonës, unë po shkoj me hym provim pranues. Nëse nuk më pranojnë, unë nuk thena më. Kom e myt veten, domethënë, çfarë që kom po domosdoshme me ul në bankat me qenë pjesë e Universitetit të Kosovës. E tash thëm pse kom lëndu nonën ashtu, edhe në atë kohë kisha qenë renditje 7. Ajo ka treguar se kishte aplikuar për të qenë policie në një periudhë kur procesi përgjigjes ishte shumë sfidues, teksa kujton se kishte kaluar me sukses testin fizik.
ndërsa përfshirja e saj u vlerësua publikisht duke u vequar si një nga gratë e para në këtë fushë në Kosovë. Unë kom apliku për police, gjenerata parë, edhe kur kom shku, do me thonë, i kemi kry testet, kanë qenë shumë testet e vështira, kena qenë gjenerat ku është eksperimentu me neve. Kur kom fillu me vrapu, unë kom qenë e para femen, do me thonë të testi fizik po vi. Testi fizik ka qenë shumë i vështirë, për kundër faktit që unë atëri kom pas 34 vjetë, kom qenë ma dopt fizikisht e ushtru me mire, përgatitun. Kur e përfundoj me sukses atë vrapim, se isha femra parë, Zoti Bernard Kushner, që në atë moment se kom ditë kush është, më drejtohet edhe thëtë, shikone femrën e parë policë në Kosovë. Edhe prej aty më andej u morën mjetet e informimit, edhe faleminderit për gjithë të vite, jëmë dhe me thonë edhe si pjesë e mediumëve të ndryshme, edhe kjo është kujtimi ma i bukur i jetësime. Në anën tjetër me Pjot Mburje, Bytyqi thotë se gjenerata e saj ishte ajo që theu stereotipet. Edhe në anën tjetër, gjenerata parë, kretë femna qka kena qenë, na kena thy stereotip, sepse përpara nuk ka pas femra me uniform në publik. Ne kemi thy stereotipin, do me thonë, kemi dalë në publik, na kam pritet mirë, ka qenë pas luftës, institucioni parë shtetëror. Përveç kësaj, Bytyqi kishte punuar edhe në zyrën e kryeministrit, për 4 kryeministrat të qeverisë së Kosovës, por si thot ajo, nuk e ka gjetur fare veten. Kom punu për 4 kryeministra si staf civil, mos të gatrona si staf politik, edhe aty kom pas poste, kam qenë zyrtare lartë për çështje politike, drejtorisht për çështje politike, po ishte një farë pune e thotë. Kështu ishte një punë që të bëjke nderë, se jem zyrën e kryeministrit, po ishte një punë që nuk e gjisha veten une për profesionin për cilën isha pregadit, edhe për cilën e kisha shumë profesion shpirtëror. Femije Gashi Bytyqi ka thënë se rrugtimi i saj në avokatur nuk ka qenë i lehtë në fillim, por me kalimin e kohës është shndruar në profesionin që pretëson më së shumti. Ajo thekson se prej rreth 20 vitesh ndjen kënaqësi dhe pasion të veçantë sa herë që hyn në sallën e gjyqit, duke konsideruar avokaturën jo vetëm punë, por edhe thirrje profesionale. Imagjino në fillim kanë qenë hopa çështë vështirë në avokaturë, sa që unë e kom pas me qira, edhe sot e kom qatë zyre, edhe pse tash e kom bo zyret e mia bashkë me djalin e kom avokat, zyret e mia që i kom papages të mija atjen, edhe nuk po mëj shpirtnisht me lëshu qatë pjesën, ku e kom të grandi qatë që me lidhën. Asë njëherë nuk kom hezitu, edhe kur kom ronë qatë situatën për zyrës të kryeministrit, këtë zyren private, me klienta, me vështërsi, ma dje, landën e parë, kur kom shku me përfacu në gjukatën e qarkut në ko, unë e kam qenë përfacuse e një palës damtume, që pala damtume ka qenë do me thoni stërnip i familjes tonë, që e kam vronë në përfaqësisha palën e damtume. Edhe tash një moment, një gjyqtar me renomen atë ko, edhe si duket e ka pas storie televizive. Din edhe më tha, isha tër 40 vjeqe kur dola, tha po si mu i tha ki atë guzim të drejt për drejt tysh në lëndët që kanë të bëjnë me veprat penale të vrasjes. Po si duket pa hinuj, nuk më dëshë edhe më mësu me notu, me ndoj kështu. Kështu që fillova edhe kisha pasion, edhe është shumë interesant, është viti 20, që mu mbana i pasion, mbana i kënaqësi, edhe në momentën e kur hinë sallë, unë nina mas smirti. As nuk di lodhje, as nuk di pendem do njerë pse ku marrë këtë profesion, mundohem të jem korrekt edhe pse është një profesion që gjithmonë kime qenë kundër një palës. Po besoj që kur e punon punën me korrektësi, me angazhim maksimal, edhe pala tjetër e kupton që ti jetu e bërë një punë ligjore. Bytyqi ka tekstuar se rastet e konflikteve familjare janë gjithnjë e më të shpeshta dhe shpesh eskalojnë në situata të rënda. Ajo vlerëson se një pjesë e shoqërisë ende nuk i njeh mjaftueshëm obligimet ligjore, duke bërë që vendimet të merren me nxitim. Sipas saj, familja duhet të mbrohet si vlerë themelore, pa toleruar dhunën, por as pa u shkatruar për shkak të mosmarrëveshjeve të momentit. Jo më shkurëzu, po më nësh me thonë, gati kanë ardhur familjet me vranja në tjetrën, edhe mandej unë këtë përdorit, që me thonë drejtën tash, sot jem pak ma e lirë, deri dje ka një javë ditë që jem kamere me një rast me 2 qifte, sepse tash me njerë si aprish, po e kërkojnë urdhërin mbrojtës që kanë të drejtë me ligj. Mandej urdhërin mbrojtës
do me thonë, i detyron qoftë burrat, qoftë gratë, me mojt distancë, po që ajo palë e mbrojtur, që ja jep urdhën mbrojtës gjykata, mandej, do me thonë, i merë fëmijë, pala tjetër kanë besëm për marrë vish një ratë që tash, o zëdje thash mu lodh goja këto. Në fullat mu lodhën të i spjegu. 20 herë të lypë, thëtë pse unë mi pagua alimentacion fëmis. Thënë, po qysh më repëse, qysh më pa ta jenë fëmijët e to. A jem e të këtu, do me thonë, për fatin e keq është një pjesë e madhe kosovarëve ende nuk i din obligimet ligjore. E sidomos këto problemet me çifte janë shumë delikate edhe për fatin e keq janë shumë rritje. Shumë, disi pardash më sulmu juve trive, po diçka shumë shpejt edhe shumë lehtë, po më duket sikur po bojnë që mrena natës, mrena një minutit mu shpërbër familja. Familja është shenjtëri. Edhe unë nuk jam për me toleru dhunën, përkundrazi, jam avokatja e cila 3 raste, do me thonë i kumë përfacu gratë të cilat i kanë privu burrat. Ma dje njërën po zine mund të them që të 3 bona fites që në drejtësi me mirë besim, jo me farë pagese, sa të edhe jenë polë dantume, me gjitha te une nuk jam për me duru dhunën, për kundrazi, po edhe nuk jam me marë për një herë me rënu një familje, nëse e ki një përplasje të momentit, nëse e ki një mosmarrveshje të momentit, për me prish një gjë në çfarë do natyre qoftë, mundesh për një sekundë. Po për me ndreq edhe me mujtë me t'i kalu që ato, është shenjtëri. Në bëndryllë të rrëfimit të saj, fëmijë Gashe Bityqi ka shprehur dëshirën që të kujtohet si një profesioniste korrekte në disa fusha të shërbimit publik, përfshirë policinë, qeverinë dhe avokaturën. Ajo ka tekstuar gjithashtu se përveç fëmijëve të saj që tashmë janë në këtë drejtim profesional, dëshiron që ky profesion të vazhdojë dhe të trashëgohet edhe nga gjeneratat e ardhshme të familjes së saj. Dëshiroj kështu të kujtohem që kam qenë një police, një qeveritare, edhe një avokate që mendoj që ta përfundoj karrierën e jetës këtë profesion, edhe për fatin e mirë kjo nuk njeh penzion, edhe pse ende 61 vjet nuk i kam, po aq ma tepër kënaqësia jam është që i kam 2 djemt, 3 fëmijë i kam jurista, edhe shpresoj që rrugën tem as drejni veç është të ushtru, pres prej Migjenit edhe prej Engjëllushës, e dal nga dal edhe te mesat, tash i qaj e nipat që i du shumë pa mos, edhe mendoj kjo është përmbledhja jetës sime. Rrëfimi i fëmijë Gashe Bityqit paraqet një rrugtim profesional të ndërtuar mbi përkushtim, sfida dhe vendosmëri, nga hapat e parë në jetë deri te konsolidimi i saj si avokate dhe figurë në shërbimin publik.